Ju ngjatjeta, mirëmbrëma të nderuar miq dhe mirë se erdhët në teatrin ton të përditshëm të absurdit. Sot do të kemi një menu gjeopolitike që do t'ju lërë krejtësisht pa frymë. Ndërkohë që Emmanuel Macron ka ngritur ulërimat në Paris dhe nuk flë gjumë, sepse thot se Europa është e rrethuar nga tre titan, Rusia, Kina dhe Amerika e Trumpit, që janë bërë bashkë për t'i dhënë goditjen e fundit bllokut evropian. Çfarë bën Brukseli zyrtar ndërkohë? Çfarë bën Shqipëria jon avangard? Ne e zgjidhim krizën me lëngje qumshti, më sakt me Kos dhe me llall. Marta Kos, eurokomisionerja e njohur e zgjerimit, ndërpret konferencën zyrtare, shikon liderin ton global në sy dhe e pyet me zërin që i dridhet nga xhelozia diplomatike: po mua nuk më do? Dhe në puthje në faqe. Do të zbërthejmë sot një operacion të madh inteligjencë gjeopolitike, puthja që shpëtoi Ballkanin dhe puthja që i dha oksigjen, një kryeministri që ka lënë fytyrën e tij dhe vendin pa yndyrë dhe njerëzit të pashpresë, por fatmirësisht i mban ende në këmbë diplomacia europiane e buzkuqit. Çfarë po ndodh? Studia e ERTV-s në Tiranë, ekspertët e Dybekut që vinë për të pasqyruar ngjarjen e madhe në Tiranë. Shkojmë të shohim në mënyrë milimetrike atmosferën e televizionit kombëtar të oborrit të kryeministrit. Hapet ekrani, moderatorja e emisionit, një bektashiane e devotshme nga Skrapari, e nis transmetimin me një kapërcim brillant teologjiko-politik. E nis me urimet më të përzemërta për festën e Kurban Bayramit. Dhe këtu unë gjej rastin t'ju falenderoj të gjithëve që na mbështesni kanalin, por edhe t'ju uroj sot të gjithë besimtarëve, vëllezërve tanë musliman shqiptar, gëzuar festën e Kurban Bayramit, qoftë një ditë e mbar, t'ju sjell mbarësi, begati dhe frymëzim për të sakrifikuar gjithçka të shtrenjtë për atë dheun tonë. Dhe unë sot, në këtë ditë Kurban Bayrami, kam vetëm një lutje të vetme që e shkruajta me 2 rreshta në faqen time në Facebook. Zoti im, Zot i madh, tu bëfshim kurban, na e ruaj këtë vatan, gëzuar edhe për shumë vjet. Këtë e bëri edhe moderatorja bektashiane nga Skrapari e televizionit të Edi Ramës. E nisi me urimet për Bayram Kurbanin që të mblidhet gjithë emocioni dhe dashamirësia e besimtarëve, dhe fap e ngulëm gjilpërën, sepse nuk ka mënyrë më të mirë për të blerë emocionet e qindra mira besimtarëve që kanë dalur në përsheshe për të falur Bayramin se sa të hysh tek ekrani dhe pastaj të bësh gati propagandën. Paq politik agjerim, paq politik kurban. Ka ndodhur kështu gjithmonë. Lidhemi direkt me Brukselin. Korrespondenti ynë veteran flet nga atje. Ai është me emër origjinal musliman, transmetues dhe korrespondent monumental, i cili e transmeton ngjarjen e Ramës atje si ngjarjen e rënies së murit Berlinit. Dhe këtu vjen shfaqet menjëherë pas kurrizit të moderatores fotoja e shekullit. Marta Kos puth Edi Ramën dhe i afrohet dhe i thot me zë: po mua a nuk më don, dhe i afrohet për t'i dhënë atij puthjen e shenjtë e cila tashmë do të nis të shpëtoj Ballkanin gjeopolitikisht. Në studio ka 3 analistë të cilët i gjeni në çdo kanal, në çdo orë, duke folur për çdo gjë. Tyçi, Fyçi edhe Ryçi. Ta nuk janë analistë të thjesht, janë ekspertë të certifikuar të leshit të sqetullave, të gjuhës së trupit, janë specialistë të lëvizjes së kërthizës gjeopolitike dhe njohës ekskluziv të tundjes së Dybekut diplomatik nga Europa në Tiranë, nga Kosi i Brukselit tek llalla e Surrelit. Teoria e tyçave të ftuar në studio. Rikthehemi menjëherë tek diskutimi akademik për të parë anatominë e kësaj pyetjes. Tyçi e merr fjalën i pari, rregullon koltukun dhe me një zë të mbytur nga admirimi thot: shikoni çfarë madhështie. Ky njeri nuk është një diplomat normal. Ky po ma gjeps gjithë dynjan. Ai po i çarmatos gjithë njerëzit. Prandaj hyn Ryçi, e kanë fjalën për Edi Ramën. Dhe këtu ndërhyn Ryçi menjëherë
për të mbështetur teorinë e Tyçit. Tyçi nxjerr perlën e vërtet të mbrëmjes. Dëgjojeni me vëmendje strategjinë e tyre dhe të oborrit të Edi Ramës. Tani të jemi realist, thot Ryçi. Shqipëria është një vend plotësisht idiot, i mbaruar, i degraduar ekonomikisht dhe shoqërisht. S'kemi as industri, as ushtri, as teknologji dhe as gjë. Atëherë, me çfarë do të bijem sy në përbot? Të paktën kemi një kryeministër i cili bën disa gjeste, kërkon të puth dorën e japonezes, i shtrihet barkas von der Leyenit, i shtrihet barkas asaj bjonde së Italis, zonjës Meloni. Pra puna është bijem në sy, thot Ryçi. Nuk ka rëndësi se çfarë bëjmë, se s'kemi asgjë për të bërë. I kemi mbaru si vend, thot Ryçi. Të paktën me ndonjë idiotësi apo me ndonjë batut të tipit Agapi Mo, dashuria ime, ja tha greqisht, Edi Rama madje i kërkoi që të mos e nënvlerësonin dashurinë, sepse dashuria është shumë e madhe, është shumë e rëndësishme. Pra Ryçi thot nuk na llogarit askush. A kuptoni ku ka arritur mbrojtja e rilindjes? Ata nuk thonë më kemi rritje ekonomike. Ata thonë jemi cop, jemi idiot, prandaj duhet që kryeministri të bëjë të lajthiturin nëpër Bruksel, që të na shohë bota me sy dhe të bie në sy. Kjo është diplomacia e dy bekut. Tunde dhe mbas e del në një pikë gjalp. Por e vërteta gjeopolitike pas kësaj puthjeje është shumë më trash dhe më pak e ëmbël se sa duket, dhe ne do të shkojmë dhe do ta shohim në detajat. Kur Kosi e puth llallën, le të flasim pak me gjuhën e Bylmetit. Me qenë se vetë protagonistët naftuan në këtë fush, po i japim hakun. Kush është Marta Kos? Politikane slovene e njohur mirë në qarqet e Ballkanit për afërsinë dhe lidhjet e saj të ngushta me Beogradin dhe me qarqet serbe. Dhe kush është Edi Rama në këtë ekuacion? Ai është llalla i Surrelit, shoku i Vučićit. Për ju që nuk e dini, llalla është ajo gjëja e holluar, produkti më pa yndyr që mbetet nga qumshti dhe Kosi pasi e shhequr çdo vlerë ushqyese. Dhe ja ku jemi. Kosi puthi llallën. Kjo puthje nuk ishte thjesht një batut spontane. Ajo puthje ishte një direktiv e pastër gjeopolitike. Për t'i dhënë oksigjen artificial një kryeministri që po shpopullon vendin e vet dita ditës. Një lideri që e ka lënë Shqipërinë pa asnjë pikë yndyre, duke nxjerrë jashtë saj dhe duke përzënë rinin, mjekët, infermierët, inxhinierët dhe trurin e vendit. Ndërsa bota flet për luftë, për satelit, për inteligjencë artificiale dhe për rrirje e shtim të fuqive globale, kryeministri ynë u shet gazetarëve të Tiranës dashurinë e pashtershme dhe të pakushte të Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Një dashuri që, siç e tha dhe ai vet, sjell vuajtje ndonjëherë. Oh po, vuajtjen e ka të drejtë, populli vuan ndërsa udhëheqësi merr puthje të nxehta, si shpërblim për ruajtjen e status quo së Ballkanit dhe vazhdimin e programit të shpartallimit të shqiptarëve. Koha pa hesap tek televizioni i tij na premtoi televizioni se koha do të jetë pa hesap për të analizuar këtë sukses historik. Por hesapi i vërtet bëhet diku gjetë, bëhet tek rrugët e boshatisura dhe tek një popull që po ushqehet me lopin 10 sekondësh të një puthjeje në Bruksel, ndërkohë që Europa dridhet nga themelet. Tyçi, Ryçi dhe Fyçi do të vazhdojnë të tundin Dybekun edhe javën tjetër. Moderatorja do të gjejë një tjetër ftesë fetare për të mbuluar skandalin e radhës dhe llalla i Surrelit do të vazhdojë të hollohet derisa të mbetet ujë pa pikë yndyre. Unë e di që ju jeni, e kuptoni dhimbjen, e kuptoni edhe humorin, e kuptoni mirë tragjikomedin që po ndodh në këtë vend, por unë dua që ju të gjithë ta dini atë, ta kuptoni deri në detaj se si luhet loja. Ndërkohë që ndodh kjo skenë në Bruksel me Marta Kosin, Emmanuel Macron deklaroi hapur atë që prej vitesh përshpëritej nëpër korridoret e mbyllura të Këshillit të Evropës.
Kontinenti i Europës përballet me një rrezik ekzistencial. Hendeku midis tij dhe fuqive të mëdha po zgjerohet në mënyrë të pakëthyeshme. Por deklarata e Macron përmbante një anomali gjeopolitike që tronditi analizën. Amerika, Kina dhe Rusia ndodhen në të njëjtën llogore kundër Europës. Le të jemi të saktë, kjo nuk është hartë e një aleance ushtarake formale. Washingtoni, Moska dhe Pekini nuk ndodhen në të njëjtën dhomë operacionesh sekret, por në shkencën e gjeopolitikës, rezultati i një lëvizje ka më shumë rëndësi se sa motivimi i saj. Ajo që po dëshmojmë sot është një përputhje e pastër interesash objektive. 13 e botës kanë gjetur një emërues të përbashkët të nënkuptuar. Ta mbajmë Europën të varur në një treg të thjesht konsumi dhe mbi të gjitha të pafuqishme për të projektuar fuqi global. Rezultati është një rrethim tridimensional. Shtetet e Bashkuara ushtrojnë presion nga brenda sistemit përmes mbrojtjes së kushtëzuar, Rusia ushtron presion të drejtpërdrejt ushtarak nga vija e frontit në Ukrainë, Kina kontrollon dhe kushtëzon fabrikat dhe zinxhirët kritik të furnizimit. Pyetja që ngrihet sot nuk është më nëse Europa po humb terren, por një pyetje shumë më inteligjente dhe shqetësuese. A u dizenjua kjo rënje nga vetë aleatët dhe rivalët e saj? Përgjigja e vërtet nuk gjendet asnjëherë në deklaratat diplomatike. Ajo gjendet e koduar atje në harta dhe atje në terren. Kemi zyrtarisht një çarje euroatlantike dhe kemi një dilemë italo-spanjolle të re. Guri i parë i rënd në këtë ekuacion është presioni amerikan. Për dekada me radhë, partneriteti transatlantik konsiderohej i palëkundur. Sot ai po përjeton një thyrje strukturore. Rikthimi i Donald Trumpit në Shtëpinë e Bardhë ka nxjerrë në sipërfaqe një pyetje të madhe që dikur konsiderohej tabu në kryeqytetet e rëndësishme europiane. Pyetje që prekin deri në palc marrëdhënien e Trumpit, madje edhe me aleatët e tij më të afërt ideologjik, siç ishte kryeministra italiane Giorgia Meloni. Në Rom dhe në Madrid po shtrohet hapur dilema. Çfarë synohet të bëhet në terma afatgjatë? A duhet largohemi nga NATO apo duhet të mbyllim bazat amerikane, tha Giorgia Meloni. Le të analizojmë të dhënat e Pentagonit. Washingtoni ka filluar të zbatojë një strategji të riorientimit të forcave, reduktimi i brigadave dhe në të njëjtën kohë, pra janë reduktuar brigadat amerikane, janë reduktuar forcat amerikane në Europë. Në të njëjtën kohë, Donald Trump ka zhvendosur 5.000 ushtar drejt Polonisë. Ju a kemi treguar këtë 2 ditë më parë, duke përdorur mbrojtjen ushtarake si një mjet shpërblimi politik për qeverinë që mbështet. Ndërsa krahu lindor përforcohet mbi baza selektive, krahu jugor i Europës po përballet me kërcënimin e një tërheqje të plotë. Dhe këtu kemi të dhënat strategjike. Italia 12.000 ushtar, baza e Avianos dhe e Venecias. Nyje logjistike për Afrikën dhe lindjen e mesme. Spanja kishte 4.000 ushtar, nyje detare në mesdhe, shumë e rëndësishme. Kjo prani është thjesht simbolik. Italia është vendi i dytë në Europë për nga numri i trupave amerikanë. Qeveria e Spanjës refuzoi përdorimin e bazave të saj. Për një konflikt të mundshëm me Iranin, Washingtoni u përgjigj menjëherë me kërcënimin e tërheqjes së forcave amerikane. Edhe Mbretëria e Bashkuar Londra po e sheh reduktimin e njësive ajrore amerikane si mesazh. Mesazhi i Washingtonit është i qartë: Europa duhet të qëndrojë me këmbët e veta. Por pyetja e madhe që duhet bërë në këtë moment është: kur SBA kërkon që Europa të paguajë vetë për mbrojtjen, a është duke kërkuar partner të barabartë apo po siguron që Europa të mbetet një klient i varur i industrisë ushtarake amerikane? Tu duhet të ndalim dhe të kuptojmë ekonominë e varësisë. Nga gazi rus te Cloud One amerikan, kriza europiane nuk është vetëm ushtarake, ajo është një krizë e varësive strategjike. Kur Europa mori vendimin gjeopolitik për të shkëputur nga gazi rus pas 2022-shit, ajo besoi se po blinte lirin
Në realitet, ajo thjesht ndryshoi padronin. Europa ka zëvendësuar varësinë nga gazi rus me një varësi më të shtrejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesa e gazit natyror të lëngshëm, LNG, amerikan importohet në Europë është nga 20% para krizës në 45% tani, me çmime pra më të shtrenjta. Projekti i modeleve matematikore tregon se nëse kjo rritje vazhdon, varësia do të arrijë 80% në vitin 2030. Ky gaz arrin në portet europiane me kosto 3-4 herë më të lartë se çmimi i brendshëm në Amerikë. Po pse? Për shkak të kostove të lëngëzimit, transportit transatlantik dhe marzheve të larta të kompanive amerikane të gazit të lëngshëm. Cili është rezultati? Industria europiane, veçanërisht ajo gjermane, po humb avantazhin konkurrues. Prodhimi në Europë po bëhet thjesht i prapambetur nga pikpamja financiare. Dhe ky dorëzim i sovranitetit transferohet saktësisht në sferën digjitale. Mbi 70% e të dhënave të kompanive dhe të qeverive europiane ruhen sot vetëm nga 3 kompani amerikane: Amazon, Microsoft dhe Google. Nëse të dhënat janë nafta e shekullit 21, Europa i ka dorëzuar të gjitha rezervuaret e saj të dhënave drejt Washingtonit. Edhe në sferën ushtarake, megjithse shpenzimet e mbrojtjes në Europë arritën mesatarisht 2.1% GDP-s në vitin 2025, pra parat nuk shkojnë për kërkim dhe zhvillim europian. Ato shkojnë për blerjen e sistemeve të gatshme amerikane si F-35. Europa financon industrinë dhe po shton presionin mbi të. Dhe këtu shkojmë tek rrjeti i fshehur i Moskës. Në pamje të parë, lufta në Ukrainë ka ngritur një mur të pakapërcyeshëm mes Brukselit dhe Moskës. Por gjeopolitika dhe tregtia operative njohin rrugë që ligji i sanksioneve nuk i ndalon dot. Rrjeti kompleks i marrëdhënieve ekonomike të ndërtuara për dekada nuk është zhdukur. Ai thjesht ka ndryshuar formë. Jeni ta shohim realitetin e tregtisë së fshehur. Në vend të tubacioneve të mbyllura, Europa tani importon gaz rus të lëngshëm përmes anijeve që ankorohen rregullisht në Spanjë, në Belgjik dhe në Francë. E njëjta gjë ndodh me naftën. Europa blen sasi masive të nënprodukteve të naftës nga India dhe nga Turqia. Çfarë bëjnë këto vende? Blejnë naftë bruto ruse me çmim të reduktuar, e përpunojnë tek rafineritë e tyre dhe ja shesin Europës me çmimin e trekut. Sanksionet ekzistojnë vetëm në letër, por fluksi i kapitalit vazhdon të ushqejë të dyja palët. Por ekziston një varësi akoma më e rrezikshme. Ajo që quhet varësia strukturore bërthamore. Furnizuesi i vetëm Rosatom, shufrat e karburantit bërthamor, Hungari, Slovaki, Çeki, Bullgari. Ta janë reaktorët e vjetër sovjetik që nuk punojnë dot pa teknologjinë ruse. Kompania shtetërore ruse Rosatom mbetet furnizuesi i vetëm i shufrave të karburantit bërthamor për reaktorët në Europën qendrore dhe lindore. Pa këto shufra, rrjetet elektrike të këtyre vende do të psonin kolaps. E njëjta gjë vlen edhe për plehrat kimike në bujqësi. Bashkimi Evropian u detyrua t'i përjashtonte ato nga sanksionet për të shmangur një krizë katastrofike inflacioni në sigurinë ushqimore. Nga pikpamja ushtarake, Moska ka arritur një qëllim strategjik. E ka futur Europën në një cikël të madh konsumi financiar. Kontinenti detyrohet të riorientojë buxhetet e tij etike nga inovacioni dhe mirëqenia drejt mbrojtjes së kufive lindor, posaçërisht në Poloni dhe në vendet baltike. Europa po harxhon energjinë e saj për të mbrojtur nga një rrezik gjeografik, ndërsa humbet pozicionin e saj në ekonominë globale. Dhe këtu shkojmë menjëherë tek pjesa tjetër që lidhet me rrethimin nga Pekini, rrethimin strukturor nga Pekini. Nëse varësia nga Washingtoni është ushtarake dhe ajo nga Moska është energjetike, gaz dhe naftë, varësia e Europës nga Pekini është tërësisht strukturore. Ajo prek direkt qelizat e industrisë dhe jetën e përditshme të qytetarëve europian.
Marrëdhënia tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Kinës ka pësuar një çekuilibër që minon çdo pretendim për sovranitet. BE importon mallra kineze me vlerë 560 miliard euro në vit, ndërsa eksporton drejt Kinës vetëm 200 miliard. Deficiti tregtar 360 miliard euro me Kinën në favor të Pekinit tregon se strategjia europiane e de-riskingut apo minimizimit të rrezikut po dështon në terren. Por këtu qëndron një paradoks më i madh historik. Tranzicioni i gjelbër europian. Europës i duhet shkëputet nga karboni, por ekonomia e saj e gjelbër varet 90% nga Kina për furnizimin me minerale të rralla dhe kritike si kobalti. 80% e paneleve diellore që instalohen në Europë importohen gatshme nga fabrikat kineze. Europa po tenton të ndërtojë një ardhmë ekologjike duke përdorur tullat që i prodhon rivali i saj më i madh ekonomik. Dhe nuk ndalemi në industri, zbresim edhe në infrastrukturën kritike detare. Përmes kompanisë shtetërore COSCO, Pekini ka blerë një pjesë strategjike të porteve hyrëse të Europës. Nga Greqia në Gjermani, nyje tregtare përmes të cilave hyn dhe del ekonomia europiane janë pjesërisht nën kontrollin e kapitalit shtetëror kinez. Gjermania, e cila për një shekull të gjatë udhëhoqi industrinë e automobilave, sot po e humb garën e makinave elektrike në shtëpinë e saj. Pyetja inteligjente që duhet shtruar është: a ka Europa një alternativë reale ndaj Kinës në këtë moment, apo ligjet dhe tarifat e vendosura së fundmi janë thjesht një përpjekje e dëshpëruar për të ngadalësuar një proces të pashmangshëm historik? Kjo duhet kuptuar me kujdes, sepse situatat po zhvillohen me shpejtësi. Këtu duhet shohim reagimin europian dhe të bëjmë pyetjen e fundit. Përballë këtij rrethimi, Brukseli nuk ka qëndruar krejtësisht pasiv. Janë ndërmarrë hapa ligjor dhe financiar për të thyer këto pranga gjeopolitike. Komisioni Evropian ka miratuar strategjinë që synon 50% e blerjeve ushtarake të bëhen brenda Europës deri në vitin 2030 dhe 60% deri në 2035. Franca ka hapur debatin për shtrirjen e mburojës së saj bërthamore si një mbrojtje kolektive kontinentale përmes aktit të çipave dhe një pakete prej 43 miliard eurosh synohet dyfishimi i prodhimit të gjysmëpërcjellsve në Europë. Projekti Gaia X kërkon të krijojë një cloud europian për të thyer monopolin e Amazon dhe të Google. Ndaj Kinës janë vendosur tarifa deri në 35% për makinat elektrike dhe rregulli është që asnjë vend të mos furnizojë më shumë se 65% të lëndëve të para strategjike. Pyetja përfundimtare që kërkon një përgjigje të sinqertë dhe akademike është kjo: a janë këto masat mjaftueshme për të përballur me shpejtësinë me cilën po ndryshon sistemi ndërkombëtar, kur Emmanuel Macron deklaron se Amerika, Rusia dhe Kina janë të gjitha në një formë apo në një tjetër bashkë kundër Europës? Ai nuk po bën një analizë të momentit. Ai po paralajmëron se nëse zemra e kontinentit të vjetër nuk arrin të fitojë pavarësinë e saj strategjike, tani Europa rrezikon të kthehet sërish në atë që ka qenë historikisht. Jo më një lojtar që vendos, por një fush betej ku fuqitë e mëdha ndajnë sferat e tyre të interesit. Përgjigja e vërtet nuk pritet në vitet e ardhshme. Ajo po shkruhet sot, në terren, në vendimet që Europa po merr, apo në vendimet që Europa po refuzon të marrë. Qoftë sa i përket Europës brenda shtëpisë saj, qoftë sa i përket Ballkanit si oborrit saj të jashtëm, qoftë sa i përket 3 fuqive botërore të cilat tashmë e kanë rrethuar Europën nga të gjitha anët: Kina, Rusia dhe Amerika. Zhvillimet do të jenë të shpejta dhe unë do të jem këtu për t'ju dekriptuar ato në një formë apo në një tjetër. Duke ju falendëruar për mbështetjen tuaj për kanalin. Jeni të lutur t'i bëni like, share dhe subscribe kanalit, sepse një pjesë e madhe e juaja dëgjoni kanalin, por nuk keni për subscribe, çojeni atë pjesës tjetër të shqiptarëve. Dhe të gjithë ju të cilët keni dëshirë të na bashkoheni
Në luftën dhe në përpjekjen dhe në betejën tonë për të dalë zot vendit, te komenti i parë i pinuar poshtë do të gjeni një link ku mund na antarësoheni dhe mund të bëheni pjesë e jona. Të çojmë përpara amanetin e madh, Shqipërinë. Edhe një herë gëzuar Kurban Bajramin të gjithëve, Zot, tu bëfshim Kurban na e ruaj këtë vatan. Shqipëria e shqiptarëve. Se çfarë ndodh me tradhtarët e vendosni ju. Mirë dëgjofshim shpejt.